Kesh po mendoja pastaj sa shpejt që kalon koha. Por në ndodhi dhe diçka që unë për vete jam çuditur, nuk më kishte ndodhur më përpara. Po shikoj për xhinset, nuk e di domethënë këto modelet që janë këtu. Këtë prerjen balon. Nuk e di, këtu vin okej, po nuk më pëlqen shumë gjerësia këtu dhe pastaj vjen të ngushtë. Dhe më thënë për pra materiale skandaloze dhe çmime super të shtrenjta. Mirëmëngjes nga një video tjetër. Është bërë nami në videon e kaluar me komente. Nuk e prisja që tema do nxiste aq shumë debat, aq më tepër që filloi si me shaka, pra ne nuk është se e kishim planifikuar ta diskutonim atë temë, thjesht ishim duke parë televizor, ishte filmi Taulanti kërkon një motor, edhe thjesht kaluam në një temë e cila është goxha sensitive. Si unë personalisht, duke u bazuar dhe te komentet, dua që të kërkoj një ndjes për çdo që mund të jetë prekur nga tema që ne trajtuam. Qëllimi i temës nuk ishte që të ofendoj apo të prekej askush. Në asnjë moment nuk do doja që dikush në momentin më të vogël apo në sekondën më të vogël të videos të prekej apo të ndihej keq për atë që ne trajtuam. Përkundrazi, qëllimi i temës ka qenë mendoj goxha aktual, sepse në ditët e sotme e dim se si janë statistikat dhe shumica e të rinjve po zgjedhin që të mos bëjnë fëmijë ose të shohin karrierën, të mos krijojnë familje, të mos martohen etj. Pra, si temë ishte goxha aktuale. Ne thjesht donim të kapnim dy aspekte. Njerëzit që krijojnë familje, që duan shumë fëmijë, dhe nga ana tjetër njerëzit që nuk duan fëmijë. Një anë është pro, pra është pro kësaj gjëje, ana tjetër është kundër, si gjithmonë në çdo diskutim. Tani, çdo kush ka mendimet e veta. Normal, mënyra se si shpreh ka të bëjë shumë dhe duhet jetë e kujdesshme, por nuk jemi perfekt. Tani mund të na shpëtojë një fjalë më shumë. Një fjalë mund ta themi me shaka, por të duket pra të marrë një tjetër kuptim dhe të keq kuptohet. Patjetër ndodhin këto gjëra dhe është më se normale. Por komentet kanë arritur deri në atë pikë sa është folur për censurim të videos. Në Shqipëri, të paktën, nuk po censurohen programet që janë në televizion, që dalin në televizion dhe flasin tema nga më të ndryshmet. Ka sa të dua shkele, nëse ri edhe shikon një ditë televizor nga mëngjesi në darkë, mund të gjesh me qindra element që po, janë vërtet për censurim. Dhe nuk censurohen. Tani si mund të censurohet një video në YouTube, ose më saktë një mendim në YouTube që është tërësisht personal. Dikush e mendon kështu, dikush nuk e mendon. Dikush është dakord me diçka, dikush tjetër nuk është dakord me diçka tjetër. E kam thënë shumë herë dhe në video të tjera dhe në komente të tjera, që YouTube-i është zgjedhje. Jo çdo kush në YouTube do na pëlqej, do na përshtatet, do na pëlqejnë temat që trajton, do na pëlqejnë mënyra si bën videot e tjera. Pra, YouTube-i nuk është televizion. YouTube-i është një zgjedhje. Pra, ti zgjedh çfarë video do shikosh. Ndërkohë që televizorin ti e hap, përsëri dhe aty ke mundësi të zgjedhësh sepse ka disa kanale, por ti e hap dhe në një farë mënyre do shohësh atë që të serviret. Nuk është se e ke kaq të lirë në dorë për të zgjedhur kur vjen puna tek televizion. Por, ajo që doja të thoja unë është që videot e mia, nëse nuk ju pëlqejnë, nëse nuk ju duken të përshtatshme, nëse nuk përshtaten mendimet e mia me mendimet tuaja, nuk e di. Mjafton të mos t'i shikoni. Është shumë okay, unë e respektoj çdo mendim për mua ka vlerë. Nuk kam lënë asnjë koment pa kthyer në asnjë video. Pra, edhe komentet që mund të jenë me ofendim, që fillojnë me ofendim, sepse nuk e kuptoj këtë prirjen kur komenton diku, është direkt prirja për të ofenduar. Pra, fillohet me fjalën ofenduese në fillim dhe pastaj shtjellohet mendimi që ti ke për video. Këtë nuk e kam kuptuar asnjëherë.
Gjithsesi, unë edhe kur ka pasur ofendim në koment, unë i kam kthyer të gjitha komentet dhe madje i kam shtjelluar, nuk është se thjesht i kam kthyer sa për të kaluar radhën. Normal që i kuptoj disa njerëz, i kuptoj pse i bëjnë komentet, e kuptoj dhe që tema ishte e ndjeshme dhe që do ketë reagime, do ketë mendime të ndryshme, por ashtu siç unë i pranoj të gjitha mendimet, edhe i respektoj të gjitha mendimet, pres që dhe të tjerët i respektojnë mendimet dhe ato që transmetohen në videot e mia. Në qoftë se nuk ndodh kjo, pra në qoftë se nuk duan dhe nuk bien fare dakord, pra unë dhe personi që e shikon nuk lidhemi në asnjë pikë, jam shumë okej që të mos më ndjekin, të mos më shohin, të mos më zgjedhin dhe të zgjedhin persona të tjerë të cilët mendojnë që e bëjnë më mirë këtë punë ose nuk e di. Thjesht që ju pëlqen më tepër, është zgjedhje e lirë. Ndonjëherë normal që dhe mua mund të më shpëtoj diçka, një fjalë e tepërt, nuk e di, një koment i tepërt. Jemi njerëz, nuk jemi perfekt, prandaj është e bukur e gjithë gjëja sepse jemi të ndryshëm. Nëse do ishin të gjithë njësoj, nëse të gjithë do mendonin njësoj, nuk do kishte kuptim. Pra, shpresoj që t'jem sqaruar për videon e kaluar. Sapo mbarova dhe flokët, duken kështu, edhe jemi gati tani të vesh pallton edhe të ikim. Kjo tregoj outfitin në ashensor. Ky është edhe outfiti për sot. Kam veshur këtë fundin, një golf të zi, edhe këtë pallton me çantë të zezë, syzet. Kështu. Ku jemi? Nice. Është fiks atmosfera e vjeshtës. Pra të gjitha pemët tashmë janë portokalli, ka shumë gjethe që kanë rënë, edhe është fiks ajo atmosfera që unë e adhuroj. Në shihet e mia ka pak si shumë diell, do doja të ishte më vrentur, por është shumë okej. Të mendosh që është gati gjysma e nëntorit, edhe për 2 javë fillon dhjetori, muaji im i preferuar i festave. Dhe mezi po pres, nuk e keni ide. Unë adhuroj dhjetorin, nëse do zgjidhja një muaj gjithë vitin që ta ribëja, padyshim që do ishte dhjetori. Kështu që mezi po pres. Nuk e di nëse duhet të bëj vlogmas, më thoni nëse doni vlogmas. E kam pak të vështirë sepse nuk kam shumë kohë, por mund edhe ta tentoj nëse doni vërtet. Kisha disa ditë që nuk isha dalë, nuk isha ardhur deri nga qendra, thjesht kam dalë për punë, edhe më kishte munguar vërtet kjo ecja, energjia e mëngjesit. Megjithëse ora ka shku 12, nuk është ashtë më aq mëngjes, po thjesht më kishte munguar të dilja të ecja pak, edhe bëra shumë mirë. Sapo kam ardhur këtu tek Daisy, nuk do marr syze sot, po erdha të pi një kafe sepse me që kisha rrugën këtej thasha se po kthehem të pi një kafe. Nuk po e nxjerr gocën këtu, po e lë në shqetësinë e vet, por që thjesht doja të thoja që jam këtu. Po ham brioche edhe kafe, në kushte pune.
gjellë, edhe thjesht më kujtua diçka, nëna ime, gjysha ime, kur e bënte gjellën me patate, i priste patatet në formë të gjatë, pra jo kështu si kubik, si që presin, po i priste fiks si për patate të skuqura, edhe nuk e di, merë në një shije tjetër, tani unë mbarova, me erdhi ndërmend me vonesë, po thjesht me erdhi kujtim edhe se di, thjesht po mendoja pastaj sa shpejt që kalon koha. Nëna bën 2 vite në shkurt që nuk është me ne, që ka ndruar jetë, edhe nuk e di, më duket si dje, domethënë kur e mendoj ose më herë anoj fare faktin që ajo nuk është më, që nuk do ta takoj më. Nuk e di, më duket si kur vazhdon të jetë, edhe është pak ndjesi, nuk e di, është ndjesi e çuditshme. E kujtoj shpesh, kam kujtime shumë të bukura me të, ndoshta do të lek të dhe një foto me nënën. Normal që më ka marrë shumë malli, sepse kaloja shumë kohë me të, gati 22 vite kam jetuar në një shtëpi me të. Nuk e di, thjesht po e fluturon dhe disa momente thjesht duhet t'i shijojmë shumë në momentin që i kemi. Shpesh na merr vrulli jetës, edhe disa gjëra që kanë vërtet rëndësi, nuk i shohim me kaq rëndësi sa janë, i anashkalojmë, i lëm për nesër, i lëm për më vonë, dhe kur vjen dita që nuk i kemi më, është ajo ndjesia e vetesës, që pse s'kam bërë diçka më shumë, pse s'kam kryuar disa kujtime më shumë, pse s'kam kaluar disa momente më shumë. 2 vitet e fundit e kam bërë prioritet që përveç se të kaloj më shumë kohë me njerëzit e dashur, të kryoj sa më shumë kujtime me ta, dhe momentet që i kaloj të shijoj në total, pra të mos mendoj asgjë tjetër në atë moment, thjesht unë, ata dhe koha jonë. Jam një njeri shumë emocional dhe çdo moment e shikoj sikur do ishte momenti i fundit. Pra, sikur do ishte era e fundit që po e bëj këtë gjë, sikur do ishte era e fundit që jam në këtë vend, sikur do ishte era e fundit për këtë gjë tjetër, dhe kjo më bën që përveç se të memorizoj shumë, pra të mundohem që këto kujtime t'i mbaj sa më shumë të gjalla nëpërmjet fotove dhe videove, mundohem që gjithmonë kur bëj diçka ta bëj me gjithë zemër, pra të jap 100% tim, sikur të mos kishte nesër. Dhe ndonjëherë jeta duhet parë kështu sikur nuk do të kishte nesër, sepse vërtet ditët, muajt, javët kalojnë shumë shpejt dhe ne nuk e kuptojmë. Nuk e kuptojmë kur kanë kaluar 5 vite, kur kanë kaluar 10 vite, kur nuk e kemi me një njeri. Dhe ajo që na ngjelet janë vetëm kujtimet dhe ato që ne kemi ruajtur dhe ato momentet e veçanta me njëri tjetrin. Kështu që çfarë doja të thoja unë dhe pse më erdhi gjitha kjo, filloi siç e thash nga patate, por është vërtet me rëndësi që të kaloni sa më shumë momente me njerëzit tuaj të zemrës, t'i vlerësoni sa i keni, të bëni maksimumin për të bërë të lumtur sa i keni, dhe kur ata të mos jenë më, thjesht ta keni zemrën plot me kujtime dhe të mos e keni atë peshën e vendesës apo pishmanit që pse nuk bëra dhe këtë. Shijoni çdo moment të vogël sikur të ishte shumë i madh dhe vlerësoni gjërat e vogla sikur të ishin shumë të mëdha. Atëherë, si përfundim vendosëm që të dalim, unë jam veshur kështu sportive me tuta. Ky kostumi ka që vjet edhe është shumë i ngrohtë, shumë i plot, prandaj nuk kam nevojë të vesh gjë sipër. Edhe tutat janë kështu me prerje të drejtë deri në fund. Komode, rehat, për qef, make-upin e kisha gati të paktën, edhe nuk u mundova, kështu që le të ikim. Jemi shumë ballkanik, kola. Këtu kemi marrë 3 leçe ëmbëlsira të vogla, se e shtun sot, s'ka dietë, dhe sufllaqe. Në drek ham gjellë shëndetshëm në shtëpi, në darkë ja,
Bëm edhe gjitha të ecje dhe gjitha do ikë kot, sepse të gjitha këto merreni me mend vetë se sa shumë kalori që kanë. Po, valja. Na kanë ardhur dhe ofertat këtu, i kam lënë këtu në tavolinë, as nuk i kam hapur fare. Gjithsesi, po karikoj pa kamerën edhe flasim pak më vonë. Mirëmëngjes nga dita tjetër, ne sapo kemi dalë. Dje vajtëm pak tek Top Tani, po nuk gjetëm asgjë që të na pëlqente. Gjithsesi Top Tani nuk është se ka shumë alternativa për zgjedhje dhe shumë dyqane. Kështu që sot vendosëm të dalim përsëri, edhe duhet qenë se jemi pushim, të shkojmë në Teg. Nuk e di nëse do ketë uli ose jo, gjithsesi do shkojmë herë Do mira qilit, të shkojmë të shohim nëse do gjejmë diçka me uli, diçka të bukur që na pëlqejnë mbi të gjitha, sepse s'para na pëlqejnë gjëra. Dhe kështu, dje nuk xhirova më, se ishte vonë kur vajtëm në shtëpi edhe e lash fare, po na ndodhi edhe diçka që unë për vete jam çuditur, nuk më kishte ndodhur më përpara. Edhe më ka bërë vërtet shumë habi. Ishim ullur për kafet e Mulliri dhe vjen një djalë, ishte normal, do më thënë i veshur normal, i pastër, i kreur, të gjitha. Dhe tha, ju lutem më falni, tha. Po i tham, mendova se do pyese për ndonjë rrugë ose për diçka të tillë. Mund të më jepni ndonjë lek, tha, sepse s'kam asnjë lek. Do më thënë, aq shumë u shokuam sa nuk po bënim dot asnjë reagim në atë moment, thjesht ngelëm kështu, të dy, dhe thjesht i tham, jo nuk mundemi, do më thënë, ishte instiktive, nuk është se e menduam shumë, sepse nuk po bënim dot lidhjen çfarë po ndodhte. Dhe Buna vishmas se dhash në lek. po, dhe pastaj më vonë filloi ajo pendesa, kush e di si e ka pas hallin, mund të ketë pas diçka. Unë faktikisht mendova që ndoshta nuk ka qenë mirë nga ana psikologjike, sepse varet mund të ketë kaluar diçka të vështirë kohët e fundit, edhe mendja e njeriut është, domethënë çfarë nuk bën në momentet e caktuara, edhe ndoshta nga që ka pasur ngarkesë ose thjesht nuk ka qenë mirë nga ana psikologjike dhe arrin që të bëj këto lloj veprimesh në rrugë. Gjithsesi mua më bëri përshtypje sepse po ta shikoj në pamje të parë, nuk ta jepte fare përshtypje që ishte një person që kishte vërtet nevojë apo që kishte probleme apo gjëra të tilla. Pra nuk duke një djalë normal. Dhe nuk më kishte ndodhur asnjëherë, era e parë që më ndodhi dhe pastaj gjithë rrugës. Era parë me të kërku lek një njeri normal. Po, një njeri normal. Ose ndoshta ka shkuar ka luajtur në kazino edhe ka nga rrugës. I ka lënë gjitha lekët dhe nuk ishte me çfarë të kthehej. Dhe pse duhet na i kërkonte pikërisht ne, domethënë ju dukëm ne si shumë po ta di unë, që do ta ndihmonim, ju dukëm ne si shumë altruist. Sepse po ta mendosh, aty ku ishim ulur ne ishin 10 tavolina edhe ai erdhi pikërisht në tavolinën tonë. Ose ndoshta nga që ishim pak më në cep të rrugës. Ne ishim buzë gjatës, ne ishim bon për vete. Nejse, u penduam pak në fakt që nuk e ndihmuam, se mund të ketë pas një hall vërtet shumë të madh, po thjesht ai momenti i parë kur na i kërkoi, thjesht ngelëm pak të habitur edhe thjesht nuk po dinim si të reagonim. Kjo është e gjithë. Si të reagonim, me hapi nej lekët ty lash, nom lash. Hajde, s'ka problem tani. Gjithsesi, kjo ishte ajo që na ndodhi dje. Kjo këtu që nga cute, po se di për ngjyrën, s'më pëlqen shumë e bardhë. Edhe kjo në ngjyrë kafe, s'është keq, po materiali nuk është shumë i mirë, pra duket që është material. Po shikoj për xhinset, po nuk e di domethënë këto modelet që janë këtu, s'po më pëlqejnë fare. Këtë, po nuk e di, edhe më pëlqen, edhe nuk më pëlqen. Nuk është fix beige, është si butter yellow dhe nuk e di. Kjo
s'është keq, por unë e di që nuk i vesh, pra i marr edhe nuk i vesh asnjëherë këto. E njëta xhaketë si tek Zara është edhe këtu, thjesht është me gjysmën e çmimit, po materialet dhe gjitha janë njësoj sepse unë kam parë nga afër atë xhaketën e Zarës, edhe të gjitha detajet janë njësoj. E bukur është. S'është dhe një material kush e di, po në kërkim të xhinseve, po nuk e di tani, a do gjej. Këto nuk më pëlqejnë, kjo lloj prerje. Kjo këtu është shumë cute si prerje, po materiali është komplet poliester, domethënë e ndjen në dorë që nuk është fare materiali i mirë. Se di për këto xhinset. Nuk e di a ka mas, po edhe kjo, domethënë nuk e keni idenë, është material shumë i lehtë, i hollë, për çmimin që ka nuk ja vlen fare. Kështu tek meshkuj më pëlqen me golf edhe, po nuk është se në Shqipëri i përdorin shumë këtë lloj stili. Erdha këtu tek New Yorker dhe gjeta këto bluzat bazike që janë me golf. Këto golfet këtu te New Yorker edhe këtë bluzën bazike janë kështu në ngjyrë krem. Mendoj se kombinohen, mund t'i marr të dyja. Nuk e di a do gjej se me sy të parë nuk ka për mua ç'a dua unë. Kjo këtu e lëkurës më pëlqen shumë, po më pëlqen se është bërë shumë trend, nuk e di. S'do e merrja, po që është e bukur. Këto janë palavar, janë me këtë prerjen balon. Nuk e di, këtu rrin okej, po nuk më pëlqen shumë gjerësia këtu dhe pastaj vjen të ngushtë, dhe më fund nuk përshtaten me formën e trupit tim, nuk besoj se do t'i marr. Kjo është pala e dytë, janë me këtë prerjen kështu, këtu tek beli dhe më pëlqejnë shumë. Tani i kam pak të gjata. Por nuk e di, ndoshta do t'i shkurtoj pak ose nuk e di, më pëlqejnë shumë. Edhe ngjyra është shumë e veçantë tek këto, domethënë. Duken shumë cute, edhe prerja mbrapa. Edhe masa 38 ka filluar të më ri pak më e lirshme, do të thotë që kemi humbur disa kilogram. Janë edhe këtu, si duket e kam prerjen pak më të ngushtë te pjesa e belit, po nuk më pëlqejnë. Domethënë, se di, kjo bluja këtu në këtë pjesën anësore këtu nuk më pëlqen shumë dhe nuk do t'i marr këto si përfundim. Pra si përfundim do marr vetëm këto. Edhe më pëlqen shumë dhe ngjyra, duken shumë të bukura. Këtu pra do marr ato, pash edhe këtë bluzën me këtë dantellën, po nuk do ta marr si përfundim. Është okej, po e di që nëse vesh një herë dy herë nuk do më pëlqej më dhe nuk do ta marr. Përshëndetje, ne sapo kemi ardhur nga Tek. Si përfundim nuk kishte ulje në asnjë dyqan, domethënë tek këtu mund të gjejë ndonjë gjë të vogël me ulje, pjesa tjetër ishin me çmim normal, nuk kishte zbritje pra. Dhe ajo që vura re është që cilësia e materialeve, cilësia në tërësi, në krahasim me çmimin, lini shumë për të dëshiruar, pra materiale skandaloze dhe çmime super të shtrenjta. Ja u kam treguar dhe ju në video, pra i kam komentuar disa nga gjërat që pash, dhe mund të them që tek Zara mund të gjesh materiale njësoj si tek Waikiki, tek New Yorker, tek nuk e di, tek dyqane që janë më ekonomike, thjesht i gjen me 2-3 fishin e çmimit dhe nuk ja vlen fare. Si përfundim kam marr vetëm disa gjëra, le të themi bazike, për t'i veshur 2-3 herë dhe kaq, vajta deri në Tek. Pra, arsyeja më e madhe që unë bleva është që vajta deri aty dhe nuk doja të dilja bosh. Gjithsesi, xhinset që mora më pëlqyen shumë dhe mora edhe këto gjërat e tjera. Mora këto pantallonat. Këto ishin në zbritje, janë në ngjyrë krem me prerje të drejtë.
Edhe nga pas më pëlqyen, ishin kështu të thjeshta, kishin vetëm një xhep, edhe materiali nuk ishte i keq, kishte edhe xhepa. Këto ishin okay për të bërë kombinime bazike, për shembull pantallona, një bluzë dhe kushtuan vetëm 13.000 lek. Kështu që për 13.000 lek thash okay, po i marr, se sikur 2 herë ti vesh, aq mjafton. Këto 2 bluzat nuk janë për mua, janë kështu si gjysmë golf dhe këto e kishin materialin shumë të butë, shumë cilësor. Një është në ngjyrën kafe, edhe një është në ngjyrën në pana, mund të them. Po, është në ngjyrën pana. Këto të dyja. Vazhdojmë përsëri tek Waikiki, kam marrë edhe një bluzë, edhe kjo më duk cute, ishte e lezetshme. Kushtonte 10.000 lek, nuk kushtonte pothuajse asgjë. Dhe është kështu, pra është material i butë, në ngjyrën kafe të pjekur, dhe është me mëngë të shkurtra dhe ka këtë prerjen kështu, disi të lirshme. Duke që se nuk kisha asë një gjë bazike në ngjyrën kafe për të bërë kombinimet, kjo më përshtatet mirë, le të themi. Tek New Yorker, se gjithmonë tek New Yorker, marrë vetëm gjëra që janë shumë bazike, bluza e kështu, dhe duke që se nuk kisha në ngjyrën krem ose pana një golf, zgjodha këtë golfin këtu, është material mikrofiber, pra është ky materiali që është elastik, ripas trupit dhe nuk merr push, pra nuk pushitet. Është goxha i mirë. Për çmimin që kishte çmim 13.000 lek. Për kombinimet është super. Dhe gjithashtu dhe kjo bluza, edhe kjo është e thjeshtë, kjo është pak e të dukshme dhe ka këtë ngjyrën që kombinohet shumë lehtësisht. Nuk i kam provuar këto, po t'i provoj ndoshta. Blerja për të cilën unë doja se s'bën që ta bëja dhe me zi kam gjetur, kam parë në të gjitha dyqanet, janë këto xhinset tek Bershka, ishin 40.000 lek, por ja vlen për çmimin, sepse materiali është shumë mirë, ngjyra e xhinsit është shumë e mirë, prerja, kanë këtë prerjen me këtë kopsën kështu, pra që e theksojnë belin, ja u tregova dhe se si dukeshin të veshura. Dhe janë komplet të drejta. Tani nuk e din nëse i kam marrë për gjatësi, domethënë për goca të gjata, sepse ishin goxha të gjata në krahasim me xhinset e tjera, po gjithsesi do shoh se ndoshta i shkurtoj dhe ja vendos prap këtë, ose ti vesh me kupus me pak gomë ose. Gjithsesi më pëlqyen shumë dhe rinin shumë bukur. Të vetmet xhinse që më pëlqyen në të gjitha dyqanet që unë parë, sepse askund tjetër nuk më mbush mendje. Këto ishin edhe ngjyra që nuk e kisha në dollapin tim, por edhe prerja që rinin bukur. Kështu pra, nuk është se kemi bërë nami me blerje, kaq blem, edhe për mendimin tim kaq janë mjaftueshëm për ato që unë pash aty. Nuk është se kishte diçka wow, ose diçka të veçantë, plus që unë shumicën e gjërave i kam, thjesht nuk i kam veshur, nuk i kam kombinuar dhe gjithmonë që dal për pazar, kuptoj që kam shumë gjëra, pra mund të kem çdo gjë që është trend i momentit, thjesht nuk i kam po, thjesht nuk i kombinoj dhe thjesht kjo është e gjitha. Gjithsesi për xhinset jam e lumtur që i gjeta dhe më pëlqyen shumë. Pjesa tjetër, bluza bazike, thjesht për të ndruar, 2-3 muaj konsumoj, marrim tjera dhe nuk e vrasim shumë mendjen. Kështu. Tani kam për të bërë disa punë shtëpie dhe mendoj që ta mbyll këtë video, të filloj ta editoj sepse besoj se kam xhiruar mjaftueshëm. Është vendeshja, do shikojmë edhe ndeshjen tani për 1 orë besoj. 1 orë apo 1 orë e gjys? 1 orë e gjys. Shikojmë dhe ndeshjen dhe kështu, do të shihemi kur do të shihemi? Do të shihemi javën tjetër. Do të shihemi në videon tjetër, faleminderit që ndoqët të video, ju puth dhe shihemi prapë në videon e radhës. Mos harroni subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua.